Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, gjatë një interviste është shprehur se është në komunikime të vazhdueshme me krerët e shtetit në Kosovë dhe ata në Bosnjë-Hercegovinë, por edhe me presidentin serb Aleksandar Vučić, që tensionet në rajon të ulen. Kreu i aleancës u shpreh gjatë intervistës se Kosova është një shtet shumë i rëndësishëm, ku prania e NATO-s është e fortë përmes trupave të KFOR-it. Është e rëndësishme të angazhohemi të gjithë që ky shtet të jetë në situatën më të mirë të mundshme. Atje ka pasur zgjedhje dhe do të shohim si do të formohet qeveria e re. Gjithë kjo është pjesë e një procesi normal demokratik, gjë që është e mirë, por në të gjithë rajonin situata po ndryshon, tha Rutte. Duke folur për rritjen e tensioneve në rajon, kreu i NATO-s tha se ajo çfarë ka ndodhur në këtë rajon në Bosnjë dhe Hercegovinë nga viti 1992 deri në vitin 1995 dhe në Kosovë deri në vitin 1999 nuk duhet të përsëritet kurrë më. Ky rajon ka potencial të madh. Dëshirojmë që të rinjtë që jetojnë këtu të qëndrojnë këtu, të jenë të suksesshëm, të hapin biznese, të inkuadrohen në rrethet politike dhe akademike, të bëhen artistë të mëdhenj dhe ta zhvillojnë këtë vend, tha Rutte gjatë intervistës.